Kështu që po punojmë shumë edhe jam kështu shumë krenar për secilin prej balerinëve që për një me nuk e kursen veten në asnjë formë. E di që secili prej tyre ka lëndime të ndryshme, ka dhimbje të ndryshme se ky profesion pa dhimbje nuk shkon, mirë po ne gjitha ato i lojmë anash edhe vazhdojmë tutje. Natyrisht. Keni dëshmu vetën natyrisht në pjesëmarrje të ndryshme me çmime të ndryshme të cilat janë marrë ndër vite. Dhe kjo po besoj që është ai mundi përkushtimi më i madh dhe në fund të gjithë kësaj thu jap se kam punu, domethënë se vlerësohesh. Fiks edhe unë mendoj që ja vlen posaçërisht për këtë vend me punu, pse po them këto se nëse kishim pas na dëshirë që me u largu për arsye personale, secili kishim gjetë diçka pak më mirë, po në këtë vend, domethënë, është vendi jonë dhe duhet me kontribu. Prandaj ne jemi këtu që sa vite dhe me thonë drejtë nuk pelshojmë frontin edhe po mundohemi me jap maksimumin çdo ditë që me pas suksese në vazhdimsi.